dëshiroj ta risjell në vëmendjen e të gjithëve. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj, dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu, po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin. Dhe kemi punuar njësoj sikur të ishin hapur. Dhe për këtë arsye, grupi ynë negociator ka shkëlqyer në këtë proces, sepse nuk ka vajtur në tryezën e negociatave për të mësuar aty se çfarë do të bëj, por ka qenë i mirë stërvitur gjatë epokës 3 vjeçare të poshtrimit të Shqipërisë. Kështu që sot ne i dim shumë mirë detyrat, jemi i vetmi vend në rajon që përdor inteligjencën artificiale për këtë proces dhe fal diellës ne bëjmë transferimin me një shpejtësi shumë të lartë të të gjithë trupit ligjor të Bashkimit Evropian për të adoptuar në trupin ligjor të Republikës Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër, kryem me përpikmëri të gjitha ato objektiva që janë vendosur në kalendarin e përbashkët dhe analizojmë me shumë durim dhe me përurësi të gjitha ato që këtu janë të rreshtuara si probleme që duhen adresuar dhe duhen zgjidhur. Kështu që dua të falenderoj nga zemra që të dyja ministret tona, përkatësisht kryenegociatoren dhe zëvendës kryenegociatoren, që janë realisht dy arsye të mëdha për të ndjerë të qetë dhe njëkohësisht për të marrë gjithë respektin në Bruksel, së bashku me gjithë negociatorët, një pjesë të cilëve janë këtu, që janë krenari kombëtare për ne. Nuk dua të zgjatem më tutje. Në të gjitha fushat raporti ka edhe arritjet, edhe problemet. Në të gjitha fushat raporti ju thot shqiptarëve që Shqipëria ecën vendosmërisht në drejtimin e duhur, dhe nga ana tjetër na thot ne se çfarë duhet bëjmë më shumë dhe më mirë që të ecim pa asnjë ndalesë për të arritur objektivin e vitit 2027. Dhe uroj dhe shpresoj që këtë urim ta marrin ashtu siç duhet të gjithë ata që nuk e duan këtë qeveri, por që sot duhet të ndjehen shumë mirë, sepse sa më pranë bëhes të jemi, aq më shumë do të ketë edhe për ta hapësirë dhe për kujdesje, gjë që nuk mungon as në këtë raport. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë, qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët, dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Se mbështetës dhe kundërshtarët qeverisë jemi në kohë të ndryshme, sipas qeverive që shkojnë dhe që vijnë. Kjo jona nuk do shkojë pa sjellë Bashkimin Evropian në Shqipëri,
dhe pa bërë Shqipërinë antare krenare të Bashkimit Evropian.